Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun që na ka kriju. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Muhamedit alayhis salam, mbi shokët e tij, pasardhësit e tij dhe mbi të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun që na ka mundsuar të përjetojmë këto momente të Ramazanit. Edhe lutim Allahun të na mundson edhe ditët në vijim të shfrytëzojmë ashtu sikur që i ka hije një besimtari. Ka kalu një treta e Ramazanit, kemi hyjtë pjesa e dytë e tretë, një treta tjetër. Nëse i kujtohet në fillim para një javë ndoshta kur ne mbajtëm një ligjërat këtu, e përmenda një ajet sura Munafikun, edhe u përkujtova që Allahu e urdhëron besimtarët që të shpenzojnë rrugën e Allahut, edhe pastaj i përkujton që mos vjen momenti sikur i disave, të cilët kur i vjen momenti i vdekjes, pastaj thonë: "O Allah, na shtyj edhe pak afatin e vdekjes që të japim." Pra, edhe ne mos jemi për atyre të cilët kur na vjen momenti i fundit, me lutë Allahun që më na shtyj edhe pak jetë e pastaj me bëu vepra të mira. Edhe pse dihet se secili person ditën e Kiametit, ditën e fundit, momentin e vdekjes do të pendohet, secili. Jo besimtarët mos dihet që do të pendohen për gabimet që i kanë bërë, edhe kriminalët, mëkatarët do të pendohen për mëkatet e tyre, po edhe besimtarët e mirë do të pendohen pse nuk kanë bërë vepra më shumë. E ja pra ku e kemi Ramazanin ta shfrytëzojmë me bëjmë vepra sa më shumë. Sonte do të përmendi disa ajete në 4 sure, për 4 sureve që kanë përmbajtjen kuptimin paraparsisht të njëjtë. Edhe ata komentohen njëra me tjetrën, grup të ajeteve. Ajetet të cilët na përshkruajnë gjendjen edhe pozitën, vendin e jetës kësaj bote dunjas, edhe pozitën e ahiretit. Dallimi midis tyre, vlera e tyre, edhe përfundimi atyre të cilët jepen pas dunjas, edhe përfundimi atyre të cilët jepen pas ahiretit. Allahu në surën Ali Imran thot: "Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatiri al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fidda wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harth. Dhalika mata'u al-hayati ad-dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab." Allahu thot, njerëzve ju është zbukuru, ju është bëhet dashur, dashuria ndaj grave, ndaj fëmijëve, ndaj pasurisë prej arit dhe prej argjentit, ndaj kuajve, ndaj bagatisë, edhe ndaj tokës. Pra këto janë zbukurimet që ju është bëhet njerëzve, që ju bëhet njerëzve. E para e ka përmend dashuria ndaj grave. Krejt këto në konotacion negativ. Në atë momentin kur njeriu jipet pas atyre dhe harron Allahun. Mirë po të njëjtat këto që i përmend Allahu janë njëkohësisht edhe të mira. Për shembull te gratë, Muhamedi alayhis salam i ka dashur më shumë në këtë dunja gratë e mira dhe parfumin. E nëse krijesa më e mirë në këtë tokë i ka dashur gratë e mira, domethënë kjo është diçka mirë. Dhe Muhamedi alayhis salam nuk don diçka që është e keqe. Kurse në këtë ajet përmendet si diçka jo e mirë. E qysh atëre me bashkuar mes të ajetit edhe këtyre haditheve, ose për shembull hadithit ku Muhamedi alayhis salam e ka përmend se gruaja e mirë është ajo gruaja e cila kur e shikon të gëzon, kur e urdhëron të ndëgjon, edhe kur ti nuk je aty në prezent, ajo e ruan nderin edhe pasurinë tënde. Pra këtu ka lavdërat për gruajën. E bashkimi i këtyre bëhet në atë kuptimin se Allahu na tërheq vërejtën që mos tipemi pas këtë rast grave ose fëmijëve dhe pasurisë, mos tipemi pas atyre edhe me harru ahiretin. Mos bëhen ato sebeb që ti me bëj gjinohe edhe ti mos me kry urdhat e Allahut. Përndryshe, nëse ato shfrytëzohen ashtu siç duhet, ato janë prej mirësive dhe begative që Allah e jep dikujt. E dyta, në ajet Allah e ka përmend fëmijët. Pra dhe fëmijët i ka bërë si zbukurim kësaj dunjajës, në atë kuptimin që nëse i pësh pas atyre dhe haron Allahut, është shumë keq. Po njëkohësisht, ka hadith ku Muhamedi alayhis salam apo ka thonë: "Shtohuni se unë do të krenohem me numrin e madh të juve." Pra shtohuni me fëmijë. Pra më ushtu me fëmijë mirë që ka. Kurse këtu Allah e përmend se ju është bërë zbukurim edhe moment shkak që njeriu me harru Allahun. Pra këtu edhe njëjtë shpjegim bëhet, pra fëmijët janë mirësi prej Allahut që jep dikujt,
dhe ata do të më shfrytëzojnë në rrugt të Allahut. Nëse ata fëmijë bëhen shkak sebeb që ti më harru Allahun, atëherë është fitnë, është sprovë në vete. E treta, Allah e përmend pasurinë. E njëjta edhe kjo, sikur për të gratë dhe të fëmijët, pasuria nëse shfrytëzohet siç duhet, atëherë është e mirë. Allah apo na urdhëron neve me shpenzu. E qysh na me shpenzu nëse s'kena pasuri? Pra du të me pas pasuri që pastaj me shpenzu. Pra pasuria në këtë rast që në ka e mirë, se bëhet sebeb që ti me shpenzu dhe me fitu sevape. Mirë po, nëse pasuria bëhet shkak që ti me harru Allahun, bëhet e keqe. Edhe me rast tjera, kuajt, bagëtit, edhe toka. Te bagëtia për shembull, apo lop, dele, deve, çdo pejgamber kanë qenë çoban, pra ka pas dele. Përderisa pejgamberët kanë qenë çoban, qenë ka diçka, një profesion i mirë. Kurse këtu Allah e përmend në kuptim negativ, nëse njeriu i jepet pas atyme dhe e harron Allahun. Kjo ishte pjesa e ajetit surën Ali Imran. Në mënyrë të ngjashme, në surën El-Kahf, Allahu thot: "El-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya." Pasuria dhe fëmijët janë zbukurim i jetës kësaj bote. I njëjti shpjegim sikur te surja Ali Imran. Pastaj sura Taghabun, Allahu thot: "Innama amwalukum wa auladukum fitna." Me të vërtet, pasuria dhe fëmijët janë sprov. I njëjti shpjegim sikur dy ajetet e kaluara. Pastaj surën Al-Hadid, Allahu thot: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwu wa zina, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Thot dijeni, Allah thot dijeni se jeta e kësaj bote është argëtim, lojë dhe dëfrim, zbavitje. Edhe është gara midis juve me shtu fëmijët, edhe gara midis juve për të shtu pasurinë. Deri tash e kuptum çka qenë ka pesha e dunjas. Do të thonë pesha e dunjas që ka lojë, zbavitje, argëtim. Krejt dunjaja, sado që të jetojmë na, Allah po na tregon që kjo është zbavitje, ndonjëherë po na tregon që është sprov në vete. E pasi e kuptum këta, atëherë çka duhet me bë? Allah në secilën prej këtyre katër ajeteve në vijim në mënyrë të ngjashme na tregon se çka me bë, na tregon se çka është më e mirë se kjo. Kthehemi te surja Ali Imran, pas asaj që e shpjegova, Allah thot: "Kul a'unabbiukum bi khairin min dhalikum." Thot atë ju tregoj çka është më e mirë se kjo. Kjo në formë pyetje që ti më fillu me mendu se çka po vjen. Përndryshe Allah me një në vijim e tregon përgjigjen. Lilladhina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah. Thot për ata që kanë frikë Allahun, ka xhenete, do të thonë kjo është më e mira se dunjaja. Xhenetet në për të cilën rrjedhin lumenj, edhe aty ka gra të ndershme të mira, edhe kënaqësi për Allahut. E kjo më e mira se vetë xheneti. Me fitu kënaqësinë e Allahut është sendi më i mirë. Për shkak se Allahu kur është i kënaqur me dikën, mo Allahu me ata nuk hidhrohet asnjëherë. Edhe kjo është që na e dëshirojmë. E këto tre sende që përmend Allahu na tregon se janë më të mira se sa zbukurimet e dunjas. Mirë po, keni fjalë këtu, lilladhina taqaw. Për ata që kanë frikë Allahun. Pra, dunjan nuk dha kusht. Allahu dunjan ja jep edhe besimtarit, edhe jo besimtarit, edhe të mirit, edhe të keqit. Nuk ka ndaj kriter për këtë. Ja jep kujdo për shkak se ka vlerën shumë të vogël, bile s'ka vlerë hiç. Kurse për xhenetin, e cila ka vlerë shumë, nuk ja jep secilit. E për këtu ka kushte, ka standarde, kritere. E këtu Allah e përmend lilladhina taqaw. Pra ata të cilët kanë frikë Allahun. Jo secilit ajo Allahu jep xhenetin edhe kënaqësinë e tij. Në mënyrë të ngjashme, te ajeti surës Kahf, ku ishte el-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, pastaj Allah vazhdon wal-baqiyatu s-salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayru amala. Ndërsa veprat e mira të vazhdueshme janë më mirë për juve edhe më shpresë dhënëse, më të mira për sevape, për shpërblime dhe më shpresë dhënëse. Pra veprat e mira që kanë më mirë se ti me pas pasuri dhe fëmijë. Këtu el-baqiyatu s-salihatu, komentatorët e kanë komentuar dhe kanë thënë është për qëllim 5 kohët e namazit. Dikush ka thënë se janë fjala subhanallah, fjala elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sido që të jetë, përkthimi bukfal është veprat e mira të përhershme. Pra qofshin ato namazin, qofshin dhikri,
qofshin çfarë do vepra tjetër që është e mirë, është më mirë se sa pasuria dhe fëmijët nëse dikujt e ipën. Te sura Taghabun, ku Allah na tregoi se pasuria dhe fëmijët janë sprov, Allah me një mas atij ajeti thot: "Innama amwalukum auladukum fitna, wallahu indahu ajrun azim." Te Allahu është shpërblimi më i madh. Që na thot, mos u mashtoni mas dunjas, se dijeni se shpërblimi dhe mira më e madhe është te Allahu. Dhe e fundit të sura Al-Hadid, ku Allah na tregoi se dunjaja është zbukurim edhe gara midis juve për të fituar pasuri sa më shumë, edhe fëmijë, tha pastaj në ahiret ka dënim të ashpër edhe ka shpërblim dhe falje të mëkateve. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, kjo është dhunditë që jep Allahu kujt të don, prej të mirave. Thanë Allah në nëzitot sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-samai wal ard uiddat lil ladhina amanu billahi wa rusulihi. Këtu pastaj Allah e përmend, dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlin azim. Pra Allah masi na tregon vlerën, pozitën e dunjas, thot, shpejtoni bani gara, çfarë bë gara? Jo më bë gara si katër njerëz të dunjas për të arritur me shtu pasurinë, por shpejtoni në falje prej Allahut. Shpejtoni që Allah më ju fal. Qysh shpejton njeriu që Allah më ia fal? Shpejton duke bë vepra të mira, edhe shpejton duke u ruajtur maksimalisht prej gjunaheve. Pra sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-samai wal ard. Edhe shpejtoni për xhenetin, gjërësia të cilët është sa gjërësia e qiellit dhe tokës. Pra diçka shumë e madhe. Allah thotë shpejtoni këtu, mos u mashtoni mas dunjas. Edhe momenti uiddat lil ladhina amanu billahi wa rusulihi. Përsëri, Allah nuk jep këta gjithkujt, po jep atyre, është i përgatitur për ata të cilët e besojnë Allahun dhe pejgamberin. E me besu Allahun dhe pejgamberin nuk është thjesht besim e shprehur me gjuhë, po është besim me zemër, shqiptim me gjuhë dhe vepër me gjymtyr. Pra, është i përgatitur për ata të cilët e besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij dhe i respektojnë urdhat e Allahut dhe të dërguarit të tij. Shpresojmë që kena kuptuar pozitën e vogël të dunjas, edhe pozitën shumë të madhe të ahiretit. Shpresojmë se e kena kuptuar se na duhet me udhon mas ahiretit, edhe mos na mashtrohet dunjaja për me humbë ahiretin, edhe pse gjithmonë e përkujtojmë ajetin, Allah thot: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Na Allah thot mos e harroni pjesën e juve të dunjas. Na nuk po themi me harru dunjan, mos me punu, mos me vepru. Na po themi po, tamam, mos me harru dunjën, me punu aq sa ka nevojë, ka mundësi njeriu, po çat dunja që Allah ta jep, të cilën jep ndoshta edhe jo besimtarit, çat dunja me shfrytzu, më bë ajo dunja shërbetori jot. Jo ti më bë shërbetori dunjas. E pastaj ti bash me atë dunjan që të ka dhënë Allahu ty, më bë ti nënshtrues ndaj Allahut. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.